Banka Popullore doli me projekcionet më të fundit për gjendjen makroekonomike. Sipas analizave të tyre, këtë vit 2025 ekonomia do të rritet për 3.5%, që është pritshmëri e njëjtë si e qeverisë, ndërsa për inflacionin ka një divergjencë serioze në projekcione. Qeveria shpreson për 2.8% në nivel vjetor, ndërsa nga Banka Popullore presin që këtë vit ta përfundojnë me inflacion prej 3.9% ose për 0.9% më shumë në krahasim me projekcionin e prillit. Пътеката за раст на домашната економия е нагорна. Растът предвиден, како што кажав предходно, за 2025 година е 3,5% и непромените очекувања за растот од 4% на среден рок. Кога билам непромените очекувања, мислам на она што сме го планирале или очекувале со априлските проекции. Инфлацијата од следната година ќе следи патека на надолно приспособување, на среден рок ќе се врати кон историскиот просек од 2%. Kjo do të thotë se në vitin 2026 prodhimi i brendshëm bruto do të rritet për 4%, ndërsa inflacioni do të jetë 2.5%. Ndërkaq për momentin norma baze e interesit, nga e cila varen edhe normat e kredive për qytetarët edhe për kompanitë, mbetet e pandryshuar në 5.35%. Banka Popullore lë hapësirë për uljen e saj, por vetëm nëse plotësohen kushtet të qarta që tregojnë se presionet mbi çmimet dhe pritjet janë ulje e qëndrueshme. Сепак, доколку продолжат позитивните движења со намалување на стапката на инфлација и во наредните месеци, и во отсуство на административни интервенции во утврдувањето на платите, Народна банка е подготвена соодветно да реагира во насока на натамошно нормализирање на монетарната политика. Kjo do thotë se nëse nuk ka rritje të pagave me vendim të qeverisë, atëherë është e mundur ulja e normës bazë të interesit. Guvernatori njoftoi se kreditimi do të jetë me rritje të qëndrueshme dhe nuk deshi të komentojë raportin negativ të Komisionit Evropian për politikat ekonomike të qeverisë.